Vota pro, kryetarit Sali Berisha, 37.341. Vota kundër, 1.055. Vota abstenim, 506. Suksese kryetarit Sali Berisha për rikonfirmimin e tij në detyrën e kryetarit Partisë Demokratike. Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma. Siç e ndoqët festë e madhe në Partinë Demokratike. Pasi zonja Vokshi shpalli numrin e njerëzve që kishin votuar, shpalli si thua fitoren e zotit Sali Berisha, shpërthyen fshekzjarët më shumë se shpërthejnë edhe në vitin e ri. Tejkalohen edhe fshekzjarët e vitit ri. Është zgjedhur lideri i ri i kësaj partie, i ri dhe i vjetër, njëkohësisht, zoti Sali Berisha me mandat deri në vitin 2030. Pra, në fund të këtij mandatit, e tjetri të vi pastaj, ai do të jetë 86 vjeç. Për diskutuar për këtë zhvillim, por dhe për çështje të tjera të aktualitetit politik, unë me zotin Bamir Topi jam për këtë çështje, po dhe pjesë e dytë, po për këtë çështje, në pjesën e tretë do të kemi problematika të tjera të aktualitetit. Së pari, unë jam në studio me ish presidentin e Republikës, ish funksionar shumë i rëndësishëm i Partisë Demokratike, një nga drejtuesit e saj, si thuhesh në kohë, zotin Bamir Topi. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Faleminderit. Ndoqët të fshekzjarët dhe rezultatin e keni ndjekur sigurisht dhe ne këtë kemi shënuar ja si e prijetoi Bamir Topi fitoren e doktorit. Tani zoti Topi, vërtet, sinqerisht, si e prijetuat ju zgjedhjen e doktorit? Dhe sa herë keni parë në jetën tuaj zgjedhjet e doktorit në krye të PD-s? E keni parë nga brenda, se nga jashtë e ke parë gjithmonë? Ylli, sinqerisht jam përgjigj ftesës suaj me respekt ndaj emisionit tuaj. Pasi sinqerisht ju them që nuk do kisha dëshirën më të vogël të rikthesha për të komentuar profilin e kryetarit të përjetshëm të Partisë Demokratike. Edhe të ri dhe të përjetshëm. Gjithsesi, unë jam këtu në respekt të komunikimit me ju, me median, me publikun. Më vjen keq që nuk i kam përjetuar ato momente hare të fshekzjarëve. Është keqardhje e madhe shumë që si kam përjetuar dhe fal jush, po i shikoj tani. Se për të pari pati këto? Po, për herë parë. Gjithë media. Për herë parë tek ju. Është një emocion i veçantë, po luma i që i ka parë kështu live. Tjerët pasaj sigurisht emocionet fillojnë dhe bien. Ju më bët një pyetje që si e keni përjetuar do në sa gara, në gjitha garat. Gjitha garat. Tu e kam qenë. Sigurisht, nuk mund them që Partia Demokratike ka pas një demokraci në standarde, por gjithsesi ekzistonte një frym që konsiderohesh me alternativa, mendimi, sepse... Alternativ mendimi, thodi? Absolutisht alternativ mendimi, sepse në vendimarrje nuk besoj të ketë njeri të thotë që në garë me Berishën mund të fitonte. Sepse ka qenë ndërtuar në mënyrë të tillë që ai kishe kontroll absolut mbi strukturat edhe mbi votën e demokratëve. Por ajo që më ka met në mendje është edhe në momentin kur ai është larguar me dorëheqje, është zhvilluar një garë në kushtet e anormalitetit midis të Ndjerit Oldashi dhe zotit Basha.
nëse ju kujtohet, çdo votues që shkonte për të votuar, ishte identifikuar me numrin e serisë. Te ky votim. Pra përfitero se në çfarë niveli fyerje shkonte raporti midis Sali Berishës dhe antarëve të Partisë Demokratike. Jam i qartë, bile mua më kujtohet zoti Topi, unë kisha miqësi shumë të afërt me të nderin Oldashi, ishim miq edhe miq familje. E kujtoj, kujtoj. Ai ishte zëvendës kryeredaktor i gazetës Sibenian, atëherë Albania. Në atë kohë dhe pastaj kaloi në parti forte të gjitha dhe kemi bërë një debat se sherën e s'bënim kur, unë me Boldashin, të Vjuvenilia këtu të Pylli, Nazuri dhe Vesa, unë e kam të reguar njërë këtë Nazuri një vese madhe, lartë, sepse ai thoshte që unë vajta të doktorin dhe më tha unë nuk ndryj. Të me Lulzim Bashën, me ishe ndryri bëri qatë besha i, kuptohet, të gjithë e dim. Që u thash është se du. Dhe më tha, unë kam garancin. Pikrisht për këtë shkak ti nuk e ke garancin i tash. Që i të ka thënë, ti ke shkuar i ke thënë kështu. Shumë mendon të Oldashi që kishte garanci Fat keq në engën dhe vesën e mëngjesit mbi shpinë dhe ati nuk ju mbush mendja që nuk ishte kështu. Iku me idenë, derisa ndodhen procesi votimit e gjithë dhe fitoi zoti Luli Basha, që ti e që ai do fitonte. Por ati ju mbush mendja pikrisht aty, ndonjëherë jo vetëm te Indjeri Oldashi, po te të gjithë, vjen ideja pa mirë që po të bëhemi ne, të vim ne diku, gjërat janë ndryshe. I mendojmë ndryshe, i mendojmë vërtet realisht, i mendojmë mirë më. Dhe Oldashi kështu e mendonte. Që doktori ishte në një pozicion që po e linte të hapur këtë garë. Dhe Nazuri vese madhe, se që radhe një vese madhe atë natë dhe ai nuk u bindë me argumentat që i dash unë, por pastaj u mbi zgjidhje dhe Luli Basha u bë. Por ndoshta kështu ka qenë, nuk duhet relativizoj dhe justifikoj asnjë gjë, po ky sistemi ynë demokratik është një shfaqje qesharake e bamirë në të 35 vitet. është një turp i madh që ne kemi luajtur një komedi. Për shembull në kohën e Hoxhës në diktaturë, një nga diktaturat më të mëdha të Evropës Lindore, nuk kemi luajtur komedi. Rinim të strukur e të gjithë aty, kishim shpresë që se dinim ç'ishte, ç'a do vinte, po këtu tani ne u bëm të gjithë komedian. Ne u bëm komedian si popullore. Si e mendon ti këtë sepse? Se ndoshta edhe doktori ka drejt. Ka hipur mbi një popull komedian, ne, mua, ty. Për shembull, ti ke qenë një njeri, je përpjekur ti jesh korrekte, të gjitha ke pasur përplasjet e tua me Sali Berishën, ty mund thuhet më pak nga të tjerët, shumë më pak. Të ngarkohesh sot. Por, për shembull, po shikoj deklaratat e Tritan Sheut. Edhe tani, edhe deklaratat e tjerëve. Ose deklaratat që bënim disa muaj më parë një pjesë e njerëzve aty. Janë tani bashkuar dhe bërtas. Është situatë komplekse. Pra, unë nuk e di kush do ta marrë përsipër të analizoj nëpërmjet një vepre që do të vlente shumë për historinë e tranzicionit politik në Shqipëri, për të analizuar politikisht e çurinë e Partisë Demokratike në 35-36 vite dhe specifikisht figurën e Sali Berishës. Unë mendoj që mbas kaq vitesh është e zauruar mundësia për ta analizuar politikisht Sali Berishën. Unë mendoj që është e zauruar gjithçka. Nuk ka mbetur asgjë pa u thonë. Asgjë. Kam folë, unë keni folë ju, kanë folë të tjerët, janë bërë debate. Historia është që ai është aty. Në rast unë do flisja sot. Po, duhet jetë aty se. Ndryshe. Do ta je ka një pronë atë. Ndryshe nga herët e tjera, ndryshe, absolutisht. Mos mendoti që edhe më parë nuk e kam pas këtë mendim. Qartë. Por vjen një moment kur njeriu në ezaurim të argumenteve të tjera nxjerr dhe atë që ka rezervë brenda vetes. Sot
duhet folur më shumë për strukturën karakteriale të Sali Berishës. Sepse politikisht thash gjithçka është mbyllur, është e zaruar. Ai nuk është më një figurë politike për mua. Saliu. Ai është një ekspresion, një shprehje e një karakteri i cili ka lindur me të, patjetër, ka pasur modifikimet veta gjatë periudhës kur ai ka qenë i ri, dhe pastaj kur është futur në lëvizjen studentore, patjetër ka ditur të ekspozoj qëllime që ishin të dashura për njerëzit. Absolutisht. Por ai vetvete ka pasur një karakter i cili filloi të dalë kohë mbas kohe dhe sot është absolutisht i ekspozuar në publik. Por nuk mbaro problemi këtu. Problemi nuk është thjesht një individ. Se një individ mund të luajë menç në mënyrën e vet. Problemi është si është raporti me të tjerët. Ne kemi defekt të madh si shoqëri. Dhe kjo nuk vlen thjesht në raportet e Sali Berishës me antarët e Partisë Demokratike, me elektoratin, me shoqërinë në përgjithësi. E njëjta gjë ndodhet në krahun tjetër. Ja, qartë, të zbres aty. Jo, jam duke folë për strukturën e shoqërisë. Qartë. Pra unë nuk di një shoqëri tjetër, qoftë ballkanike, qoftë në Europë, që të jetë orientuar kaq keq me projeksionin e të ardhmes ti. Okej, në komunizëm, sepse ishte një forcë e madhe që vite nga ndarja e botëve të perëndimeve të lindjes, mas luftës dytë botërore, erdhi dhe u instalua me të gjithë fizionominë e tij vrastare si komunizëm. Po ju e thatë me drejtë. Ishte një raport që secili e ndërtonte në kujdesin e tij. Po. Por sot ne kemi një pluralizëm të modifikuar nga dy individ absolutisht, dhe kam të drejtë të flasë, sepse kam folë në 2008 fort për këtë punë, për ndryshim të kushtetuese. Dhe cili është dallimi? Dallimi është ky, që njëri vjen si produkt i një familje të varfër fshatare të provincës së thellë, me të gjithë mentalitetin, strukturën karakteriale njeriu e ka për vetën e tij, por me formimin e tij, me të gjithë atë dinamik të formimit të personalitetit të tij, tjetri vjen si produkt i një familje komuniste, intelektuale, me një njeri që ka qenë në krye si zëvendës si Nezhmia Hoxhës. E kam fjalën për zotin Krista Qarama. Pa, e një artist i mirë. Absolutisht, nuk flas për figurën. Si figurë, po ata kështu kanë... Shiko, e kam të justifikoj e relativizoj asnjë. Shiko, të lutem. Por Ismail Kadareja, drejtori Golli, këtë jetonin dhe në këtë mënyrë artistët. Unë nuk po megjithatë, unë jam duke folë jo, jemi okay. Atë që ka ndodhur, keni drejt. Kanë ardhur nga... Po jam këtu unë... Kanë ardhur nga... Jam pas pak ashtë Berisha një aset i vyer për Edi Ramën. Absolut. Dhe aty do të ytë aty. Po pritëm të mbetemi në një moment këtu. Do hymë të Rama, do hymë komplet. Nuk, s'ka ma filloj... Po heqë Ramën nga aty dhe të shmbetet. S'kam problem fare. Shmbetet aty. Po. Tani, problemi është që ky e quajti këtë një referendum. Referendumi është jo ose po. Tani, si ka, që kuptim ka tani njëri që zgjidhet, jo po, dhe s'ka tjetër. Se po të ketë njëri tjetër dakord. Jo po, po thua, po për këte, jo për këte. Kjo është shumë e pakuftueshme. Dhe pse aty nuk guxon të flasë askush Bamir tani? Si ka mundësi bien dakord me një cirk që u organizua dhe u quajt referendum? Ky është një cirk. Si ka mundësi tani një parti politike që thuhet që ka rrezu komunizmin? Bukur, atëherë duhet i... Tani, ka rrezu komunizmin kjo parti. Dhe aty kishte figura shumë të shquar. Ka patur edhe një parti vërtet që kishte vlera. Në fillimet e vetë thatjo. Në vëzuat. Bile dhe ndoshta edhe vetë zoti Berisha, gjithë. Me kohën e vetë. Në kohën me gjithë gabimet e gjithat, si që ka gjithë kjo shoqëri. Por, si ka mundësi sot, pas 35 vjetësh,
Të gjithë e mbështetin një cirk, që quhet referendum. Po. A kupton gjë nga kjo? Këtë duhet. Unë sa po ju fola për strukturën e kulturës politike të shoqërisë. Qartë. Para. Jo, ata aty. O pra, e dyta, specifikisht... Se dhe në nëndërojën, dilnin gjithë ato grupe, pjesë ishin njerëz, grupi deputetve, grupi filan, i pushkatonte ai. Dhe në nëndërojën, në ato diktatur, dilnin njerëz më fort. Do të shpjegoj që... Tu s'ka njeri. Këtu nuk është më çështje e fobis ndaj liderit, ja. Këtu është një çështje tjetër. Të gjithë ato që ti shikon atje janë pjesë e një korporate që janë të emëruar nga drejtuesi i korporatës, marrin po korporat, kompani si doni. Është korporat. Unë them korporat sepse shiko, paguen, marrin rrogat majme, gëzojnë pushtetin e opozitës dhe situata është shumë e thjeshtë. Ato janë totalisht të varur nga personin fjalë. Jo se nuk ka qenë influente në të kaluarën, por minimalisht kishte një marrëdhënie ku ai kishte nevojë për të tjerët. Sepse ligji ishte mazhoritar, ai nuk mund dilte në terren me figurat skaduara, të diskredituara, njerëz pa emër, pa profil publik. Në momentin që këta ndryshuan kushtetutën, në 2008, atëherë çfarë bën këto? Këto krijuan monopolin e emërimit. Njëri emëron nga i krah, tjetri emëron nga krau tjetër. Dhe janë të gjithë këta, absolutisht, që janë në nevojë, sepse ai që do të demonstrojë karakter, çfarë bën ai? Ai fillon dhe flet ndryshe në publik, ka profilin e tij, fillon edhe flet për parime politike, për standarde, për nevojën e rotacionit. Pse se bën? Askush se bën edhe. Pse? Janë të varur nga punëmarrësi. Ai ka marrën punë, ai paguon, në zgjedhjet e tjera në rast se këta nuk sillen mirë, ai nuk i fut më në lista dhe humbin të gjitha benefitet. Ta kam thënë dhe herë tjetër dhe e ritheksoj. Pushteti i kryetarit të opozitës është ekuivalent me pushtetin e kryeministit. Ti ishi bindur për punë. Ka dhe në pikpamjen ekonomike, e thua? Mërë në çdo lloj pikpamje. Sepse, për shembull, njeriu që del aty, një nga njerëzit që del, është mbytur në puse nafte, që i jep të rezultatet e këto. Tjetër ishte mbytur se të gjithë përpiqen, të gjithë ne përpiqemi dalim në mëngjes, Bamir, edhe ti dhe unë dhe të gjithë dalim në mëngjes të fitojmë diçka për familjen tonë, për jetën tonë, të gjithë. Të bëhet më mirë ajo, sa më e begat, sa më e kamur. Po këta dalin tani barabart Jo, këto kanë dimension tjetër. Këto sigurisht nuk i ndalon njeri që të kenë bizneset e tyre normale në familjet, sepse nuk është të thonë që një njeri që futet në politik, të tjerët nuk kanë jetën e tyre. Sigurisht. Por problemi është që te këta funksionon në lege artis, hipokrizia publike. Këto janë me biznese, dhe nuk i themon. I thoni ju të medjeve, janë këtu, janë atje. Dhe në fund fare, hipokrizia përkthehet në një lloj psikoze që këto kapin tifosët e tyre dhe i majnë të lidhur. Ti nuk e din ndoshta, sepse unë kam ender raporte me demokratë që sigurisht kanë qëndrimin e tyre, kanë arsyetimin e tyre, po ti nuk e din se që lloj komunikimi ka me ta. Pra, edhe pse e din fare mirë që ato nuk kanë asnjë lloj afeksioni më për atë, i përdorin të gjitha mënyrat për t'i afruar në kulmin e hipokrizisë tyre. Kjo histori ka marrë fund. Pse ka marrë fund? Ne në psikozë jetojmë në pluralizëm, po në fakt funksionojmë në bimonizëm, do ta quaja. Bimonizëm, që nuk është kur pluralizëm. Sepse janë dy grupe, dy individ që po rrotullojnë lojën dhe ne çfarë bëjmë? Ne kohë pas kohe o rifreskojmë ato që kemi thënë ose thejmë një element të ri e rrugës. Por në esencë, ky është problemi.
Ka dhe një faktor tjetër pastaj që mund ta diskutojmë më vonë, që ka të bëjë thellësisht me sjelljen e shoqërisë. A mund të shpëtohet, kjo është e qartë, e thamë këtë. Jo, ka gjë Jemi tjetër. të gjithë, edhe gjithë shoqëria, nuk kemi Ka një gjë tjetër që është shumë praktike dhe E po s'duhet të duket sikur e relativizojmë sot. Ata janë, shiko, përgjegjësia thelbësore këtu është brenda kësaj partie dhe brenda partisë do të thotë ç'është pjesa që e drejton këtë parti, leadershipi i saj. Është Sali Berisha dhe 5 të tjerë që vërtetë ti e them mjaft mirë. Ka zgjedhur ai me dorë, jeni këtu pik dhe ai s'mund të gaboj me për biznesin personal që ka këtë, të zgjedh një lulbash tjetër, e kupton? Ose një... A mund të shpëtohet me kjo parti tani pa mirë, si mendon ti? Siç po duket doktori, mund të merr dhe me vete këtë apo jo? Sot tani, sot po thoshe që më telefonoi të njëri 95 vjeç, u bën kryeminist 95 vjeç. po Kush ishte ky? Nëse ka qenë Mugabe, se nuk e di Jo, ishte kryeminist i botës demokratike. Po mirë, nuk e di. E harova, dhe tha sot, tha emrin dhe me emrin, por tha unë këtu do jem, si ai. Edhe 95 vjeç, vetëm ai lart tha duhet të marr vendim ai. Këtu nuk e kishte keq, se aty do jetë edhe vendimin e merr ai. Pra vendim tjetër s'ka tha, veç vendimit të atij lart. Tani, ti mendon që kjo parti në këto kushte nuk shpëtohet? Akoma se kam thonë, shpëtohet apo jo. Ti do përshpytje, unë do them shpëtohet apo jo. Thuaj tani. Jo, ta them patjetër. Kam kohë që unë them që shkon drejt degradimit dhe po në këtë studiot kam thonë, kur ma ke bërë këtë pyetje që një miku im, që e një mirë situatën, thotë në fund fare, kur ai të largohet, do të gëlltis dhe vullën e partisë. Po pse nuk bën tjetër thua jo? Kush bëjtoj flamuri nuk lejohet. Do të gëlltis dhe vullën, pra është metaforike. Gëlltit dhe vullën, thua ti. Është metaforike. Metaforike, e sigurisht se nuk ai nuk do të hajë, s'do ketë kota hajë vullë. Tani, a është sot Sali Berisha një aset i vyer për Ramën? Me të gjitha këto kishoj. Absolutisht. Dhe Rama duhet jetë shumë i kënaqur që ka doktorin, apo jo? Absolutisht. Absolutisht. Dhe ndoshta edhe e ndihmon, kam idenë që e ndihmon. Po, shiko. Në shumë asete kam idenë që e ndihmon. Mua nuk më interesojnë bisedat që bëhen ku të gjithë thonë që këta janë bashkë. Sepse unë kam fakultetin tim të analizës dhe e di fare mirë që këta janë bashkë. Këta janë bashkë. Këto kanë ndërtuar vetë sistemin të tillë, kanë qenë të dy arkitektë atij sistemi dhe me koshiencë vazhdojnë këtë raport. Pse? Numrat nuk gabojnë. Dihet që kjo është një shoqëri e profilit majt. Bile një pjesë e drejtuesve të Partisë Demokratike kanë qenë antarë të Partisë Punës. Pra, janë të inspiruar nga një filozofi qoftë në retrospektiv, filozofi e majt. Pastaj, ne i dim fare mirë shifrat. Edhe në 2005, kur ne jemi rikthyer në pushtet, shifrat kanë qenë gati aty. Pra, këtu nuk bëhet fjalë më për statistikat. Statistikat dihen. Këtë ka kuptuar edhe vetë Sali Berisha, e di shumë mirë, sepse e njeh situatën. Dhe në këto kushte, akordi është ky. Do vazhdojmë në këtë mënyrë që të ruajmë ekuilibrat. Përfitëroni tani, është një strukturë, është struktura e sistemit politik në Shqipëri. Në rast se humbet ekuilibri për pak, shkatërrohet e gjithë piramida. Pra, këto janë koshient, këta dy mbajnë njëri tjetrin, dhe njëri është kthyer në një kryeministër që nuk rrezikohet nga asgjë. Tjetri është një kryetar opozite që i përfiton të gjitha benefitet që duhet të përfitojë dhe nuk përbën rrezik për asgjë. Rreziku më i madh që shkakton ai është rreziku i atyre që mendojnë, kanë iluzionin që ai do t'i sjellë prapë mbushtet, dhe kjo është e rëndë për shoqërinë. Tani, disa parti të reja janë krijuar, pse nuk kanë asnjë sukses ato? Sistemi që është ndërtuar këtu nuk i lejon të... Bile unë nuk e di, a e kanë studiu partitë e reja sistemin që i pengon
që nuk i lejon të jenë konkurus sistemi. Nuk i lejon. Shiko çfarë sistemi kanë. Këto kanë bërë një sistem që rezultati në 90% vendoset në tavolinë. Në sensin që kur janë ndarë zonat elektorale, ti e di që është gabuar me 3-4 pozicione para se t'ipe rezultati. Pra këto kanë bërë një sistem elektoral për veten e tyre, e para. Dhe majoranca e opozita tani po bëhen bashkë përsëri, pas asaj 2008-s, për të miratuar disa reforma, për të cilat, mes të cilave dhe reformën territoriale dhe ajo zgjedhore. Plani është eliminimi i mteshmi partitë vogla apo jo? Normal, vazhdojnë. Domethënë partitë vogla këtu problemi është që këto dalin kot. Këta kontrollojnë dhe procesin. Pra, ti mund të kesh marrë një rezultat. Këto kanë atë parimin që ka pas Stalini. Të tjerë votojnë, të tjerë numrojnë. Te ka pas Stalini. Ky është parimi i thonë. Pra ju mund të votoni. Votoni ne i numrojmë. Po, absolutisht. Po pse ankohet ky pastaj që pse është kthyer në dilemë kjo dhe një pjesë e analistëve që edhe unë kam në studio, debatojnë shpesh edhe a mundet të debatojmë në studio, a mundet do të Edi Rama me zgjedhje, thuhet. Ju si mendoni? Se ky tani, këtu s'ka zgjedhje asgjikundi. Se këto zgjedhje që u bën tani, të heqin dhe të drejtën për të thënë Edi Ramës që t'i vjen zgjedhjet. Kur thash që do të them një element që nuk besoj ta kesh dëgjuar në studio, gjatë udhëtimeve për motive pune, kur kaloj nga aeroporti Nën Terezë, mund të shohësh atje që ka 3-4 flutërime për një qytet të Italisë. Po, është pa imagjinuar. Po thuaj se gjithë Italia, gjitha qytetet 3-4. Edhe periferik kanë. Eksakt. Pra, këta njerëz futen për të fluturuar drejt Italisë. Është shumë e vështirë të gjesh një vend në rast se nuk e ke prenotuar kohë më parë. Dakord? Po një vend bosh haroje. Por e njëjta gjë ndodh në kthim. Pra nuk gjen vend bosh edhe në kthim. Çfarë do thotë? Ka shumë njerëz që janë pjesë e kësaj kategorie që lëvizin, që janë profesionistë, dhe atë që duhet bënin në vendin e tyre, ato shkojnë dhe realizojnë në për qytetet e Italisë, Gjermanisë, Francës, hidraulik, elektricist, marangoz, arkitekt, dhe e kam të konfirmuar në disa drejtime. Pra, atë që nuk i ofron tregu i punës në Shqipëri, ku është përgjegjëse e qeveria, ato e realizojnë atje. Ikin, vinë, marrin fitimet tjera dhe garantojnë jetesën. Ndërkohë që këtu është vetëm një grup tjetër që nuk garanton as mbi jetesën. Janë pensionistët apo njerëz që nuk janë në gjendje që të lëvizin. Atëherë, kjo shoqëri nuk e ka më barrën e të papunëve. Qartë. Që do thotë, kryeministri nga kjo pikpamje është i qetë. Nga ana tjetër, pjesa më e madhe e këtyre njerëzve që mbetën të papunë janë kontingjenti demokratëve, të cilët të pa shpresë ikën dhe morin një drejtim tjetër, që do thotë, as opozita nuk i ka më mbështetje. Pra është kriju një lloj ekuilibri brenda një shoqërie të reduktuar, ku njëri nuk ka shanse të rrëzohet nga protestat, dhe i dyti nuk ka shansë të mbështetet. Në këto kushte, ato vazhdojnë komunikimin, bashkëpunimin, një ekuilibër të ri, dhe herë mbas here dalin edhe bëjnë hipokrizinë e radhës. Kjo është historia. Historia tani, si mbas meje, nuk është më tek leadershipi politik i partive. Historia është tek njerëzit që edhe mbas 35 vitesh me njerëz të provuar, vazhdojnë dhe të hipnotizohen. Unë nuk them që këto janë intelektual, jo, janë nivele që niveli kulturor i tyre, i kulturës politike, është për fat keq që është në niveli mjerane. Mjerane, thua. Papa. Dhe për të marrë përgjigje më të qartë për këtë zgjedhje tuaj, se ka një vlerë.
numrat janë të tillë për Edi Ramën, ata që kanë mbetur këtu. Nuk di që ndodh nesër pas nesër, se unë nuk shoh të ketë as ndonjë presion. Jo, deri tani, Ne flasim çfarë konstatojmë në këtë moment. Pra në rast se zgjedhjet do të bëheshin nesër, unë besoj që është e njëjta situatë. E njëjta situatë, sepse ka edhe një lloj iluzioni tek partitë e reja që mund të, sepse ta jep gara elektorale, të jep këtë lloj ndjesie, duket sikur takon njerëzit, ato duket sikur të mbështesin. Në fakt, këtu është një lloj tjetër hipokrizie brenda elektoratit shqiptar. Këtu komunikon me ty, nga krau tjetër shkon me tjetrin dhe i diti ato rregullat e zgjedhjeve. Kush mbështet më shumë ekonomikisht, nga ana tjetër administrata që e kontrollon shumë mirë elektoratin e vet, pra jemi në një situatë tjetër. Nuk është më një situatë e 91-shit, 92-shit, 96, jo. As 2005 nuk është më. Të impononte ligji elektoral që ishte majoritar. Profili kandidatit ishte nevojë e partive politike. Sot kandidatët dalin me imazhin e kryetarit. Në rastin një nga këto dy kryetarë është më preferencial për publikun, sigurisht ai ka marrë rezultatin. Pra s'ka nevojë të vjedhë, thotë. S'ka nevojë, më S'ka nevojë të s'ka nevojë. Është orientuar është historia. Është orientuar Por të mos thonë pastaj që ka një tendencë që relativizohet e keqe. Dhe na del pastaj që ai që realisht ka një profil që nuk është i mirë. Pra, që të mbetemi tani te Edi Rama. Po. Është e qartë kjo që thoni ju, bile shumë kush e thotë këtë, pjesa dërmuese e njerëzve thonë pikërisht këtë. Relativizohet problemi deri atje se tani këtë ne se shohim dot tani po zgjedhim këtë. Po. Zgjedhimi të keqe tjetër thonë për shembull, e vogël, siç mendojnë ata. Ose pjesa që është elektorati i tyre që është i konsiderueshëm në këtë rast. Por tani të zhveshur nga këto pa mirë, zoti Topi, zhveshur nga kjo. Jemi në mandatin e 4 të Edi Ramës. Çfarë ka bërë keq sipas jush dhe çfarë ka bërë mirë Edi Rama në pushtet? Se tani kjo opozita deri thotë çdo gjë keq, po ndërkohë bota mendon diçka më ndryshe për kjo prekja për të afruar me Bashkimin Evropian. Është pak gjeopolitike kjo e gjitha. Por sipas jush çfarë ka bërë mirë dhe çfarë keq Edi Rama? Për mua në planin e diplomacisë ka punuar mirë. Në sensin që ka shtuar frekuencën e kontakteve me botën perëndimore në përgjithësi. Por nga ana tjetër, brenda këtij misioni ka personalizuar gjë që diplomacia nuk do të bëhet thjesht nga një njeri. Duhet kishte punuar me ekip. Pra këtu e mira dhe pjesa e keqe janë relative. E dyta në kontrollin e aksioneve informale, kontrollin e territorit. Ma i mend që ti mund të zgjohesh dhe ngjit me dritaren tënde mund të ngrihesh. Po informalja, por edhe formalja tani. Një sekond. E qartë. Unë nuk absolutizoj. Ja, e qartë. Për dhe tjetrën, pra jo çdo e mirë prodhon diku tjetër, po atë të mirë, jo. Qartë. Ky ka marrë në dorë pastaj kontrollin e territorit dhe ka marrë zonat preferenciale. Ka ndërtuar aty ku vetëm ai mund të japi leje për të ndërtuar, pra ka një lloj raporti klientelist me ndërtuesit e fuqishëm dhe i ka kthyer në një lloj monopoli, duke kthyer qytetet dhe sidomos duke kthyer bregun. Do ta shikosh historinë e bregut. Bregulet kthehet se ka bërë gabime, po kur është kryeqyteti pa mirë. Shiko, kryeqyteti gjendje ku ajri për shembull që ne marrim. Është ky është nga popujt më kanceroz në botë, kupton. Më shkronte mua njëri sot një miku im që atje kanë punuar, ke institutet kanë punuar. E qartë vet? Unë e di fare mirë. E di fare mirë. Pra po them që edhe historia e monopolizimit të drejtës për të ideuar edhe ndërtimet si person është super e gabuar. Tani të shohësh një breg që e zaurohet komplet, ku bregu bëhet pronë e atyre që kanë ndërtuar, kjo është skandaloze.
Por edhe kur futesh në këto komplekset e vilave bregdetare, Qartë. do futesh me leje të posaçme. Korrupsioni pa mirë? Tani, pjesë e korrupsionit është evident fakti që ka dalë zbuluar në nivelin më të lartë të korrupsionit. Qartë. Sepse nuk është problemi që është konstatuar tek një individ. Është konstatuar kohë mbas kohe në të gjithë ekipin e tij. Gjithë ekipin e tij. T'ju lutem më shihni nëse kanë ardhur pjesa tjetër për pjesën e dytë, sa unë të konsumoj me zotin Topi, një ose dy pyetjet e fundit. Ma konfirmoni. Jo, ju në rregull, konfirmojnë të tjerët. Tani, një pyetje të rëndësishme që unë e lash për në fund të zotit Topi, por që nuk është e fundit, është pyetje shumë e rëndësishme. Berisha ka dhe një strategji që ndrynë atje ku do her pas herë dhe politikanët e bëjnë shpesh të punë. Por tani po e bën në një mënyrë çuditshme me median. Media nuk është më e bukur se shoqëria që kemi ne, se institucionet e tjera që kemi ne, se pushtetet e tjera që kemi ne. Ndonjëherë është më e bukur, më e mirë. Më e mirë për shembull se partitë politike që kemi ne. Më e mirë se qeverisja jonë, më e mirë. Erës është e tillë, e gjithë media. Por media ka defektet e veta të padiskutueshme. Tani ky merr një top të madh dhe i lëshohet medias. Për çfarë i lëshohet thotë? Mora sot dje ka lëshuar me gjithë fuqinë dhe thotë i Bari s'ka paraqitur i Barin, s'ka bërë këtë, ne i merr nxjerr kypikat e i Barit. Dhe raporti filani i hedhur nga Brukseli e kjo. Ndërkohë ky bën deklaratën e përbashkët, rezolutë përbashkët me Edi Ramën për të pranimin e të gjitha. Po çdo gjë që bën ky quhet e mirë dhe çdo gjë që bëjnë të tjerët është shumë e keqe. Përfshi këtu dhe media. Thash, media ka probleme sa duash. Por unë mora zënsin dhe i thash, o zotëri, a ka mundësi, mora zënsin sot dhe i thash, a ka mundësi doktori të vi këtu, të ne, të flasë, sot kam emision, unë i thash, bëm fjalë në fillim, më përplas, ma i bam, unë e mora në telefon, po a i bërtisht e fort, pastaj fillohet bërtas dhe unë me uli zërin e i pastaj, dhe i thash, a mund të vi doktori zotëri këtu, ti them, tha, të vi doktori dhe të flasë, të thot çfarë doj. Unë gjithë njerëzit tu i tresë të thonë çfarë duan. Andi Bushat në tresë thot çfarë do ai. Batona Xhiun e tresë thot çfarë ai mendon. Pamir Topin, zotin Pamir Topi e tresë çfarë mendon ai, çfarë mendojnë të gjithë. Askujt nuk mund t'i them dot që ti do vish këtu dhe do thuash këtë që mendoj unë. S'ka sens është. Po jo se aty shtresat aposhtën. Rojen, sportelistin, edhe një 2-3 tjerë që janë aty. Edhe këto operatorëve të majtë e ulluni këtu me mua, bashkoni dhe thoni çfarë them unë. Jo, i thash të vitë thot tu, ndërkohë ai del dhe thot çfarë do qefi ati. Po del aty me 4 veta, hyn te spaku, del nga spaku, thot 4-5 herë përdore të Dumani, Troplini, Dumani, shtëpia Dumani, thot ka marrë shtëpi Dumani, sikur ky s'ka shtëpi në të gjithë botën. Tani, edhe i bie medias me top. Ja ku e ka tryezën, të vi në media të dalë, media është e hapur për të, e gjitha. A thua tani se të gjithë keqet të këqijat që po i ndotë referendumin që shpiku ky ja ka bërë media. S'e bën media? Çfarë ka me media këtu? Çfarë të thash në fillim të emisionit? Ai nuk duhet analizuar më si produkt politik. Është zaruar, ka mbaruar. Sa është me thua ti produkt politik? Kjo është çështje karakteriale. Këtë karakter ka pasur, diku e ka shprehur, diku jo. Kemi bërë sikur se kemi vënë re. Po tash personi i parë që mund të dalë me një mendim ndryshe, të nesërmën ti e ketë masakruar edhe fal medias. Se po flasim për median. Tani, media ka qenë bashkëudhëtare e interesuar për t'i shërbyer politikës. Kështu apo jo? Sigurisht më zotëri, media ka mëkatet e veta. Po unë nuk mendoj që ka mëkatet barabarta me Sali Berishën. Po jo, ma nuk e them unë atë. Mëkatet barabarta me të gjithë udhëheqësitë e tjera politike që kanë qenë në Shqipëri. Nuk e them. Në asnjë mënyrë. Ndonjë media ka mëkate pa aq të mëdha sa ai dhe ai tjetri. Jam personazh politik i një periudhe historike unë. Sigurisht më. Po ajo media që ishte dije me atë zakon ka.
po të marë pushtetin ky, një pjesë e këtyre media vendos qylimin e kujt dhe pret Sali Berishën. I vendos qylim dhe pret Saliun. Me qenë se folën në emër të medias. Po, jo, Jo, s'duhet flasësh në emër të medias. Jo, unë flasë në emër. Nëse kam qenë kryetari i një shoqate gazetarësh për shumë kohë dhe punoj në këtë. Media nuk e ka shkatruar media këtë vend në këtë pozicion që shkatruar. E kanë shkatruar këta, zotëria që është aty dhe gjithë tjertë. Unë kam mendim të kundër në ty, media ka qenë, si që thonë italianë, komplice e politikës për të shkatruar kundërshtarët dhe për të hedhur në publik një imazh të rrem. Ta lëm për njëherë tjetër këtë? Me kënaqësi. Me kënaqësi. Të nderuar të shikues, me zotin Bamir Topi ishim për zgjedhjen me referendum parë në historinë e Shqipërisë, po dhe në shumë histori të botës, referendum për zgjedhje kryetarësh partish, domethënë megjithëse kanë nxjerrë disa emra të gjitha, por ne u përpoqëm thoshim, se fjalë do ta vijojmë në pjesën e dytë. Edhe dalim të lumtur nga studio. Nga studio, zoti Topi të falenderoj shumë. Faleminderit ju për ftesën. Faleminderit, fare shkurt publicitet rikthehemi.